Bashkia Vaudez dhe Ministria e Ekonomisë ka nisur investimin i cili synon rikualifikimin urban të rrugëve të mjedës. Rekonstruksioni i rrugëve dhe sistemimi i kanalizimeve në mjed ishte një ndërhyrje domosdoshme për komunitetin lokal, tha kryebashkiaku Kristian Shkreli. Në fshatin Mjed, ku kanë filluar punimet për investimin e rrugëve të mjedës, kanalizim, ndriçim, trotuar dhe asfaltim i rrugëve të fshatit Mjed. Ky investim është në bashkëfinancim bashkia me Ministrinë e Ekonomisë, të cilët na kanë dhënë fondin dhe po fillojmë punimet. Ky investim ka qenë shumë i nevojshëm për këtë fshat, sepse si shihet rrugët janë kanë të pakalueshme me makina. Shpresojmë që kjo lehtësojmë jetën sa më shumë qytetarëve të Bashkisë Vaudezit me infrastrukturën që po bëjnë. Për i vitesh infrastruktura rrugore amortizuar dhe mungesa e kanalizimeve kanë krijuar vështirësi në lëvizje, sidomos gjatë stinës së rreshqive, duke ndikuar në cilësinë e jetesës dhe zhvillimin e zonës. Banorët e cilësojnë investimin si lehtësim dhe zhvillim për jetesën e përditshme. Faleminderit për bashkisë që na ka krijuar, na ka bërë këtë investim. Ky investim është shumë i favorshëm për ne. Më merr mendja se 3000 banor janë 1600 familje. Nevojshëm ishte. Po 35 vjetë që janë të prit, faleminderit për bashkisë, ma të ujshë zotë. Ka pas shumë nevojshëm, të që nduboj punë mirë, faleminderit për bashkisë. Ky projekt synon të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin të risigurinë rrugore dhe të zgjidhë përfundimisht problematikat e ujërave të ndotura dhe atyre të shiut.